Po ti ju në atë kohë, domethënë, keni qenë domethënë edhe si meç me fal Baqinjov si me vetëvendosës, se ti më i ke dërguar da foto, apo a ke qenë atjes? Unë me ta jam konë për me shokët e ti, ai ku erdhe në Gjermani, edhe u takum në Hamburg, edhe u takum me Rus. Me Rus? Edhe me Rus edhe e pruni një prokuror ai me veti. Me fal Baqinjovsi. Kam edhe në video prokurorin, dhe kam qesu. Po, me fal Baqinjov se ka pruni prokuror. Ai e pruni prokurorin me veti dhe tha, çfarë ndodh këtu na mbron neve. Rasti për 4 katolik dëshmitar o konë një punë tjetër. Po? Atëra... Po për çka ka orë me falë Baqinjov si në Gjermani me ty? Që shenë jo? Në Rus. Do më thonë, edhe ai erë me një lloj biznisi për grunë, për shumë lloje biznisi. Ai s'ka lidhje me Redvan Muharremin, kur gjë do më thonë me 4 katolik. Po është rast tjetër, do më thonë. Do më thonë rast tjetër është. E për çka ka konkretisht ardhur me familje me ata Ros? Çka të kërkuan ty? Me familjen e punën për Berlinit, është pas një kafe. Erdhën në Hamburg, për Hamburgit na takuan me Elmthorn. Afër Hamburgit dhe u taku me Ros më fol, do më thonë tha, unë tha kam prokuror me veti, njëri besimtar, do më thonë këtë punë, tha çfarë ndodh këtu na prokuror. Po për çka? Edhe nesëm na më bën fotografi, tha ju prokuror në kanë me qinë. Ai ishte prokurori vendor ndërkombëtar? Vendor ndërkombëtar prokurori. Prokurori i Kosovës. E për çka keni fol konkretisht me familjen ata këtu? Për biznesin, domethënë, i afru në Rus për më bën biznesin me Rus. Edhe unë aty thash, jo, unë s'bëjmë me Rus. Domethënë, Kosova, na kena bën biznesin në Kosovë, muj me Gjerman, muj me të Austri, Zvicrës, me Europë, bashkëpunu me Rus, në konë gjendje, shko ka konë tema. Se ka konë tema, se Redvan Muharremi mu mi qëj fotografit dhe i kam dhe pratë për shkolla për me shqit orme në Ukrajinë, po. Me bdje orme për Turqisë, me shqit në Ukrajinë, po, kushe ka po intervistën e dhe. Po, a di që të marrë mu interesant? Ha? Me mjopë mu përre, me gjithë katolik, me shtin thikën në popëll, shqiptarët, musliman shqiptar katolik, ajo ka një sistem shumë i mirë i importit. Pa atë ka ofru pare kërë Ridvani për... Atë ofru ti pare Ridvan Muharremi për këtë rast? Po normal se më kanë kërku, kanë deshë më pare, po dhe normal, kur e kam jop deklaratën, në Hamburg jam ka me njerëz i apet, mi kanë afru 340.000 euro, vetëm më dalë pak dykon të lizërë më thonë, jo, sa konë ashtu, së kërë kam shpikune. Do me thonë, vishta sërë mduhe, pas e ke dhonë intervjistën të Berat Buxhola, ja kanë ofru 340.000 euro për me të rejkat intervjist. Kosh ma saksisht i ka ofru këtë para? Hamburgit janë vetë vendosjes, njerëzit se më kanë kritiku shumë, masanej më thanë, heke këta se ki më hongër me lukë të kotit. I thash, ata që kanë vdek, e që kanë liftu për atë dhe toni, une nuk ha të kotit, unë ha me lukë normali se nuk kam hongër tjetë. Po, e tash të kanë thirë si dëshmitar nëse